Unë jam shumë e fat që më ka hyrë jetë edhe vjera jam, që është si nona jam e dytë, e asaj a la djalin qështu, a është të kajt, a është smut, a shka është, e di që e kom lënë dur të sigurta dhe është si me majtun, si me majt ajo. Tjerën e kam mbështesje shumë të madhe. E tash, unë e mushtishtit nuk jam, po jam martu në mushtisht, tash po më do këtë për që kom pi ujin e mushtisht, hala ma shumë po më shkon zani. Hala ma bëllvelje më bo. Ma ka ble gjyshin i def se e ka pa që kënojsha me tepsia atëherë që janë kon ato. Qëto mbrami, kum dalë në balkon edhe i kum kënu krejt kushit me ren. Do më thëni kum martu. Si çdo shqiptar që mas shumë qikave ka dash me pas një djalë, prindrit kanë shpresu së të mos mami që unë jam djalë. Edhe kur kum lind, mami ka fillu me qajt. I kanë thonë pse puçana. Kanë lajmëru babin në shtëpi, kanë thonë hajde se ka lind një vajzë. Dhe babi e ka fillu, i kam shu qiftelisë dhe ka kënu. Ty të ka me qështu muzika se e ka ndje babin që atë moment me kënu për ty. Babi përveç jetën që ka dash me dhonë për atë dhe, është invalid i luftës, është plagos në luftë. Edhe tash kur e pës shumë shpesh kur bojnë biseta, thamë, baba e kështë bo prapë që to. Thëtë kur si isha këthy mrapsht, prapë e kësha bo. U që këja e ademja sharit. Na qeshin shumë bakshesh edhe tash nuk e disha, thësha, unë nuk e disha sa bojnë ato paret. Okej. Vishin edhe fëmija që qenë pare, dasmën e parë në Maqedoni që e kom pas, pa, sa shumë pare mërë pas kanë këta dhe fëmit po qesin paret letrës. Atë ishin kon ka 10 cent letrës, edhe ashtu na e moshëm një thes me pare e këna mush, kur ndajtëm ka 80 euro, diçka që shtu na ra për se cilin, edhe babi në atë ko vike me mundas, më thë ka po shkojnë për blejmë një kersh tash. Janë shumë tekstet e rana janë. Ka pas raste edhe që tu ka dresani, ka pas raste edhe që ke qajt. Nona ja ka shkru një letër në vajzës, edhe ka kërku prej meje me alic, përball nusën, afër nanën, të dyja tu kajt, unë të lezu letrën me ato vargje shumë dhemshme. Ajnë gjan djelit, ajnë gjan hanës, ajnë gjan mohlës në degë, a qërshis në rem tu i pjekë, bukurin ja ke marëtanës, o moje mira e uska. Tupo. Përshëndetje miq të gazetës Demos edhe podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë javë. E sot me mu bashkë në studio është dikush që vjen qatë ku janë bilbilat e Kosovës. Kështu që po e dini prej ka po vjen, e sot me mu është në studio Dafina Morina. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty për kohën që ke ndatë, pas parasysh është vera edhe jo tash veç janë nisni me ato datat e juja. Knatësi. Faleminderit. Unë si fillim tregova prej nga vjen, kështu që po do më pyet ty se çysh është për më kon prej çati vendi, prej Soharekës. Qysh është, ma mirë shkon mos më kon, ka shumë këngëtar, po bëj pak hajgare. Është një ndjenjë shumë e mirë, sidomos kur njihesh prej një vendi që rrjedh muzika shqipe taman. Është krenari, është shumë ndjenjë e mirë. Jam e lumtur shumë që jam prej atij venit edhe nuk e mohoj asnjëherë prej ka vi. Gjithmonë Suari ka shumë këngëtarë, ka pas shumë muzikantë të mirë, po normalisht që konkurenca e të shten mu bo alo ma e mirë. Kështu që edhe nuk e kom këqyr asnjëherë këtë pjesën, domethënë me kana negative, po gjithmonë kana pozitive, zhvillimet ma tepër. E përmend edhe vetë pjesa e konkurrencës, se jo baja gjë shumë keni konkurrentë ato mes njëna tjetrës. Çysh është për ju sot kanë ndihmuar ndoshta kjo që me dhon vetes edhe më shumë që jo ndoshta me ushty ashtu çysh e thënë te ju në aspektin negativ, po sot kanë ndihmuar kjo si pjesë. Po, realisht zhvillim personal kum pas normalisht shumë, për shkak të kësaj pjesës konkurrencës që po thu, ç'ten me punu shumë, ç'ten me kërku shumë prej vetës, edhe menoj që është kjo një pikë shumë e mirë për secilin, se nëse ishe kon komod dhe nuk ishe pas atë ndjenjen e riskut, atë të rrezikut për punë, po besoj që nuk i kishëm dhënë fort zor. Unë menoj që duhet me pas që secilin vete atë vullnetin e madh për punë edhe për zhvillim personal, pavarësisht çysh shka rrethana, po kjo është veç mirë, sa ma shumë, qash ma mirë, shumë punoj. Sa ma mirë. Kështu që ti prej mushtishtit nuk vjen, po çka të lidh me mushtishtin? Tash, unë e mushtishtit nuk jam, po jam martu në mushtisht. Tash u dash me shku te bilbilat, tash po më do këtë për që kum pi ujin e mushtishtit, hala ma shumë po më shkon zani. Hala ma bilbilje më bo. Po më do këtë ujit që thëshin.
Sa keni afërmitet nashta me këto shkurten, shyreten e këto, se ato krejt që ato janë, ato motrat Mustafa Po, realisht familjarisht kështu një jemi me gjithë se cilin që ka jeton aty, po tash angazhimet edhe puna edhe prej atyve dhe prej onës tem, është, do më thonë, nuk na lejon fort mu taku, po nuk ka kështu na i farë me në madhësie ose një të përditshme jemi krejt, si krejt, do më thonë jemi njerëz. Me cilën për tyre, nëse ish dasht me zgjedhje, kishe bu një bashkëpunim edhe pelojna kitim, po kalojna në një tjetër. Me cilën, po se di, se cila ka atë stilin e vetë, ndoshta me shkurte fejsën, për shkak të bagazhit artistik që ka edhe menoj që ko gjë shumë përshtatët kështu si stil. Se jam këngëtare që kënoj shumë këngë patriotike, kënoj shumë sofrën, ndasma ashtu e pëlqejnë dafinën që kënon këngë që kanë vlerë artistike advetare, kështu që menoj që me shkurte fejsën më kish shku ma shumë. Kështu që nuk e kom pas plan, po vazhdojnë atë qëtës, po kalojnë në tem tjetër. Cilën këngë për në kënëm, pro qoftë shkurtës, qoftë në një patriotike që ty tani në zemra që e kishe kënu për neve. Okej, pe kënojmë shkurtës Mora fjallë, himnin e shqiptarisë. Në rregull. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thur kang. Me i thur kang bashkë legendarit ti këndoj, madem jasharit ti këndoj. O shumë mirë me një vajza treja, se unë pëdu me të tonë eri, se je eri, pavarësisht që je të thonë një nuk jam me eri, po je, edhe që kënojnë këtë lloj këngë, do më thonë muzikën patriotike veç nuk e lojnë anash, se po mendoj se si pra zëri kam vazhdu pak, me e lojnë pak anash. Jo, asnjëherë, unë me muzikën taman popullore dhe me muzikën patriotike më rrit, kom kënu shumë e vogël në skena me këngë patriotike, avritit pafajësia, këngë për atë dheun shumë kom kënu, para pavarësisë e pas pavarësisë, do më thonë, kështu që asnjëherë nuk i harroj, nuk vjen shprehje mi harru, po i kënoj edhe me shumë emocion, se di, sartë i kënoj e kam një farë i përjetoj shumë, kështu që jo mi harru asnjëherë veç ma ti për mi kënu. Unë po du me ty pak se për mene prej kur jam kone vogël edhe na kalu ma ashtu direkt prej nga vjene, që shke fillu e qa ke bo. Unë po du me të pyt prej kur e ma në men vetën që je akinis më mirë me muzikë, ose kushta zbëlej që Dafina ka zo. Është interesant se unë nuk e moj men shumë, po më kanë tregu që kur jam kone vogël, nashta 4 vjeqe, 5, nuk e di sakt, ma ka ble gjyshin i def se e ka po që kënojsha me tepsia atëherë që janë kona ato. Edhe ma ka ble një def edhe unë gjdo mbrëmje kum dalë në balkon edhe i kum kënu krejt kushit me ren. Do më thënë i kum artu në ato temën i kum kënu këngë dasmave. Edhe aty do më thënë e kanë po familja talentin që unë jo me orientune ka dasmat. Pavarësisht që unë atëherë nuk e kum di që mund është me fitu me muzikës, s'kom pas ide, do më thonë tjesht fryma popullore më kanë ndjek prej vogël. Tani shkollë fillore, para shkollore, di që jam kone para në valle, kështu mësusja ka zbuluar talentin për muzikë. Masani në klasë 5 dikun kështu kur kum dalë, profesori ndjerë që nuk harroj asnjëherë me përmen, është profesori muzikës Ibrahim Hamiti. Ajo kanë shtyllësa kryesore, mu i me thonë, që mas pari ma ka zbulu talentin, më ka shti me punu, ka ushtru me mu, edhe më ka shti në ditat shkollës, në koncerte komunale. Pastaj që unë këmë vazhdu me shoqata artistike që kanë funksionu atëherë në Suarek, mirë po, ajo do më thonë nuk kanë kryesori që e ka po talentin tem edhe ka punu me talentin tem. Normal, po besoj që për familjet shqiptare, edhe si do mos me bo pjesën e këngëve se qyshe kënën te, është shumë krenari edhe po besoj që prend janë shumë krenar për këtë pjesë, po ato fjalët e para, kur veç ke fillu më mirë me muzikë, cilat janë konë prej prendve. Ose cili u gëzu ma shumë mami, a babi, që për mirë qika me muzikë. Po, na e kemi edhe trashëgimi, të kalzuva dhe ma herët, tezja është këngëtare, babi prej shumë miri ka këndu në për oda, gjyshën e kam pas këngëtar të dasmave atëherë me Sharki, me Qifteli, po talenti i muzikës është trashëgu tani te unë, edhe
kur kam fillu, do me thonë me knu, të dytë, si mami, si babi, ashtu le për krajen, po djetë si çdo prind që e fëmijës vet, po ashtu janë gëzu shumë edhe janë di shumë krenar që pe ndjeki rrugën që nashta ata kanë pas qef me ndjek. Unë e di pa ndryshe, që muzikat ka me ndryshe, ta kalon dikush tjetër. Po, unë kur kom lind, Arjaniti kom pas, do më thonë, prindrit i kanë pas edhe 3 vajza tjera para meje. Unë kam qenë, kur kom lind vajza 4, edhe si çdo shqiptar që mas shumë qikave ka dash me pas një djalë, prindrit kanë shpresu sidomos mami që unë jam djalë. Edhe kur kom lind, kur i kanë tregu doktor që lindi një vajzë shumë e mirë, e shëndetshme, mami ka fillu me qajt. Edhe që më kanë tregu, i kanë thonë pse puqona, dhe në shumë mirë, vajza, krejt, jo po ka menu që është djallë, edhe e kanë lejmëru babin në shpi, kanë thonë hajde se ka lind një vajzë, edhe babi e ka fillu, i kam shu qiftelis edhe ka kënu në atë moment. Edhe tani gjithë bëjnë hajgare me këtë pjesën, thojnë që ty t'ka me qështu muzika, se e ka ndje babin që atë moment me kënu për ty, edhe kështu që ta pas kalon ka me në hajrën. Cila është një këngë që i pëlqen babis që tekna? Se për nanën s'po vetë se sigurt ato çdo këngat e darsmave, ma shumë. Po dhe babi, do me thonë këto këngë patriotike që ka janë të ushtrisë, këngët për atë dhe unë normalisht i pëlqenë ma shumë. Po, në përgjithësi, prindit i pëlqenë krejt. Nuk po besoj që e din gjithë secili prej neve, po me qatë sa kena pas mundësi me bisedu para prakeshti, veç më ke tregu që babi ka qenë ushtari UÇK-s, mandej edhe i TMK-s, edhe ti me një këngë me cilën e ke knu, me një kover me cilën e ke bo, e ke pas të uniformen e babit vesh. Çka do me thonë ajo uniform për ty? Unë uniformen e kam vesh në disa performanca që i kam pas live në suari në koncerte. Babi ma ka dhuru uniformen dhurat, kështu masi që e ka pa që po më pëlqen shumë edhe po kam qef me performu me ta. Unë beso Arjanit kur ta veshi atë uniform është emocioni më i madh i mundshëm. Nështë asnjëherë s'kom pas emocione kur kom dojnë skenë ashtu. Kur ta veshi uniformën e kam një farë peshe në trup, sa që mununa me përfatsu sa ma mirë atë uniform. Knatësi e madhe, është dashnia ma e madhe e mundshme që ka mujt prindi më dhënë është dashnia për atë dheun, që unë e vlerësoj pa fund. Do me thonë, është njëna ndër dashurit ma të mëdhaja që nuk shuhet asnjëherë edhe është pa kushte. Do me thonë, pavarësisht rrethonave që puna vinë në këtë shtet, prap se prap du të me punu, me jetu edhe me luftu për atë dheun. Babi përveç jetën që ka dash me dhënë për atë dhe, është invalid i luftës, është plagos në luftë. Edhe tash kur e pyes shumë shpesh kur bëjmë biseda, tham baba e kishe bë prap çto. Thot kur si isha kthy mrapsht, prap e kisha bë, se është adheu jam. Kështu që sa të flas për ta është një emocion i papom. Përndryshe, babi do me thënë ka qenë mbështetja ma e madhe për mu në muzikë, si për këto këngët, si për këngët e tjera. Në klipin që e kom realizu për 3 shkronjat e arta, ka një inspirim këgjë i madhë për mu, edhe pjesa uniformës, edhe në videoklip e kam një pjesë babi që është me uniform të vetën, edhe pjesa kur kanë hije kanë shliru suareken me shokët e ti, kështu që është një këngë e veçantë për mu. Kum pas qef me përfshi pak një pjesë në klip, kështu që... A keni mendu në herë me bu një këngë me babin, në i sen, aj me naj qifteli, ose nëse jo me gnu të pak dhe me qifteli me më konë prezent? Po, gjithçysh, kena menua dhe kismet, kena me realizu shumë shpejt. Kështu që pat pyet ma gatë 3 shkronjat e arta. 3 shkronjat e arta në zemër çdo shqiptari, UÇK-ja e Adem Jasharit, besa, besën e kem dhane, o për Kosovën jetën doj me dhane, besa, besën e kem dhane, o për Kosovën jetën doj me dhane.
Faleminderit shumë. Faleminderit. Te kjo pjesa e këngëve patriotike tash po bëhen edhe te pjesa e darsmave, jo mbo dhe më herët, po më nikon është veç e patë lëmë pakona që tash që sofra më është pjesë e pandashme e çdo darsme. Sa shpesh i kërkojnë këto në për darsma? Pjesa e sofrës, do më thënë është e pandashme, është pjesë e repertoarit shumë e rëndësishme te na. I kërkojnë, po e din që në fund gjithmonë kena miknu, kështu që do më thënë e kena një farrenje edhe na, pjesë kur i knojmë, janë shumë të pëlqyme, prap, asnjëherë mendoj që nuk kam ju dalë moda këtyve këngëve, se përderisa i ndëgjojnë edhe në makinë edhe i lypin, i kërkojnë edhe na prap bëjmë projekte me këngë patriotike, kjo është për mendimin tim është shumë veti e mire e gjithë secilit. Të pas parasysh e natë që kjo temë edhe nuk kam çare pa vetë, masi që UÇK-ja ka qenë gjithmonë pjesë e familjes juaj edhe qysh e tregova dhe rastin me babin, tash më veç dihet që i shkret të ushtrisë çlirimtare mbahen Hagë dhe sa e keni biseda ashtu ka shtëpia këto, se cilat janë fjalët e babit ose normal se edhe ti vet po besoj e ndjen, siç qysh edhe te më herët tregove, cili është mendimi mbi këtë çështje? Unë jam shumë e shokume, domethënë prej ngjarjes që është veç të ndodh, që jemi në çet situatë që alo nuk është bën një zgjidhje për ta. Unë mendoj që na si popull do të gjithsesi me bë përpjekje që emri UÇK-s edhe emri i Kosovës me dal i pastër që shukon lufta. Pavarësisht këtyve përpjekje politike, se nuk kam qef me një politikë, se nuk mirë absolutisht, heq nuk kam lidhje me politikë, po përderisa babi me bashkë me shokët e tij në kohë kur Kosova ka pas mas shumë të nevojë për ta, është çu edhe kalon Gjermaninë edhe ka ardhur ka luftu me dashurinë më të madhe, më të pastër për vendin, mendoj që edhe ata kanë bërë të njëjtin sen, edhe me kap me fol për dikon që nuk e ka kursy jetën, për na me fol çtu shlirë shqip, atëherë unë mendoj që do të gjithsesi më bën një zgjidhje sa më shpejt se është e turpshme çka të ndodh. Sa e vren që ndoshta ndikohet babi për pjesë prej komenteve në rrjetet sociale përmend edhe vetë pjesën e njerëzve që veç flasin që dikush ka punu për ta që ata me gëzuar lirisat që me fol lirshëm edhe me dal me komentu. Sa e vren ndoshta që e brenç kjo? E brenç shumë. E ka shkruar sfundmi një status që shumë më ka prek, edhe nuk o mujt me lexu kështu deri në fund. Ka qenë një mlef i shfrynën në rrjetet sociale për komentet që bojnë për ushtarët. Është e tmerrshme. Do të thonë komentet që janë prekin shumë se kur din me çfarë dashnie, me çfarë vullneti, me çfarë qëllimi ka ardhur dhe ka luftuar edhe kur pishe këto komentet, fjalët, rrjetet që shumë e kanë politizuar, shumë e kanë bastardizuar menoj, atëherë shumë është e dhemshme, domethënë. Pa dash me lënë anar si temë, se po besoj që mundemi me lënë asnjëri prej neve, të pas parasysh çdo herë kiç ka flet edhe kiç ka diskuton për këtë sen, por që po du me kalu te pjesa e darsmave që veç Anisa me përmend, se sa kohë bo që Dafina është pjesë e darsmave shqiptare. Ka shumë vite, domethënë më shumë se 15 vjet i ka që unë kënoj kështu pa ndal në darsma, dhe kam kriju kohë një karrierë shumë vjeçare. Tash, ja kom fillu, do me thonë, kur kom nis, në fillimet e mija, jam konë vetëm me nisin tash një saksofonist, tash jam e lumtur që jam që 4-5 vite, jam me orkestrën tem, e kam një orkestrë shumë të madhe, kam 2 simtasha, kitarist, bumjar, saksofonist, jena një orkestrë shumë e madhe, edhe jam e lumtur që na zgjedhin neve edhe vlerësojnë shumë Dafinën për muzikën që e bën. A kena i ditë lirë gjatë verës? Shto, naj paradita, naj mazdita, naj herë që s'ki me shku dikon. Paradite kemi të lira se nuk preferoj mi marrë 2 dasma në ditë, më tregu drejten, për shkak të kohës që kam qef me akushtu vetës, me pak me pushu, se botën së ne zojna, po të paktën i kam disa kritere që nuk i shkeli në muzik, kam qef më konë në rastet tepër të ralla, mundet me ndodhë që e marrë ditë të natën, po shumë rallë ndodhë. Kështu që nuk kam datat lira në sezon, përveç ditën. Ditën këtë jam e lirë, po në qatë kohë shfrytëzoj me flejt. Super, bile pas kësh ka me bërë qatë kohë.
Sa është e vështirë për një nanë mu konë pjesë e kësaj industrie, të pas parasysh që djalin e ki bajagit vogël, edhe me lonë të shtëpia më shku me kënu në mbrëmje, se ti ditën kë ke me tonë, është ta që të gjëmë dhe shkon kënan. Është problem se verës po tregoj drejt prej gjumit, prap jam në rrugë, se dasmat shumicën i kam në Maqedoninë e Veriut, të shqiptarët e Maqedonisë, edhe koha do të thonë është shumë e shkurtë që unë muj me pa djalin në sezon, po e kam një përkrahje shumë të madhe për rrethit, për familjes burrit, për familjes tem, kështu që është e vështirë, por shumë e menaxhueshme. E kam thënë edhe më herët, kur ta ki përkrahjen e rrethit, gjithçka është e realizueshme. Unë përndryshe jam edhe e kam edhe një biznes, mirna me fustane solemne kështu. Përveç muzikës, domethënë e kam gjetë veten tu kqyr me bë dhe diçka tjetër. Kjo jo pse ki ko, po pse e ki një përkrahje shumë të madhe dhe të dhojnë hapësirë mu zhvillu edhe ma tepër. Kështu që është me fat ai që i ka njerëzit si unë jam shumë me fat që i kam. Prej cilin prej antarës familjes njihesh më me fat që ki? Në çdo moment kur je të e menu, cili është ai që të ka nejt mas afër ose të rren mas afërmi, edhe në çet periudhën që tashmë veç djalin e ki të vogël edhe që ja dorëzon kështu me dy dur, edhe e den kujt. Po tash. S'ka veç me pyetje të lehta. Qëre, personi më i rëndësishëm në jetë dihet që janë prindrit, po padosht me absolutisht vlerën e prindve dihet sa e kanë, unë jam shumë e fat që më ka hyrë në jetë edhe vjera jam, që është si nona jam e dytë, e asaj a lë djalin kështu. A është të kajt, a është smut, a shka është, e di që e kom lënë durë të sigurta dhe është si me mojtun, si me mojt ajo. Kështu që dihet që për prind jam e fate për vlla, motër, krejt në rregull, po vjerën e kam mbështesje shumë të madhe. Çka është në kom që e pëlqen vjerës tone? Kështu që ç'te me kënu ka shtëpia, ka ti bëni punë, kështu se garant bashkë i bëni. Tash me kënu, në përgjithësi pëlqejnë shumë këto projektet që i ka me qifteli, këto këngët popullore, muj me thënë. Po në jo sakt kështu nuk është që pëdi që ka vequ kështu këti pëlqejnë. Ashtë të paktën mjaftueshëm që e kënon te. Te përmende pjesën e darshmave në Maqedoni. Sa e vren dallimin mes darshmave atje dhe darshmave të në Kosovë? Darsmat kudo që janë shqiptarët dihet që ndezet atmosfera, bëhet shumë mirë. Po shqiptarët Maqedoni janë e dojnë muzikën shqip shumë, e vlerësojnë shumë. Te na ka nis mu bë pak një farë po mënej që shumë dasma dhe ka nis mu bë pak bajat njerëzit, pak po pritojnë me shku në për dasma, edhe pezojnë si obligim. Në Maqedoni mduke se vinë shumë e qef në dasëm, dhe që kjo është dallimi, mduke që vinë, kur të vinë musafirët vinë me shumë energji pozitive. E të na shqiptarët në Kosovë mduket pak ka fillu ajo muzbeja, ajo dëshira me shku me një dasëm, ma shumë e kanë marrë si obligim. Sa e vrenë, se tash te ma e vrenë mas shumë të këtë pjesës e jenë që të detë në ashta pjesë e darshmave, a jenë që familjare, a më nën që si na në Kosovë, jenë ato i lëmë pak anësh që të stene. Ose nëse e bojna duhet me pa tjetër me bojnë i darshëm të madhe, ose nuk e bojna heq. Po, është një fenomen kështu që është të ndodh, po o dikush që pëthu e ban tepër, edhe ban shumë luksoze, ose dikush e len nuk ban heq dasëm. Ndërsa në Maqedoni, krejt bojnë dasëm. Do me thonë, me sa e dion, krejt me dasëm martohen. Është ajo, tash po mënej, se cili ko atë punën e vetë, i din kushtet e veta, unë mënoj që dasmat, traditat nuk do të me hup, sidomos neve që na konvenojnë. A vim se po të konvenon për vete? Jo. Po mënej që për një me, është diçka që nuk do të me hup traditat tona, se që kjo na veçon, po mënej, me shku me marrë nusën me tradita, me shku me arë nusja në restorant, me bo dasmën, me ftu dashamir, që kjo është ajo që neve që thmona ka karakterizu si popull, kështu që menoj që do të me vazhdu. Në fillimet e tua në dasma në Maqedoni, a ka pas në një rast që tu ka duk shumë interesant? Ose se na tashmove që dina që a ne i bojnë krejt ndryshe, edhe paraqitja e nuseve është krejt ndryshe prej neve që i bojnë dasmat në Kosovë. Çka ka një diçka që të kalon për shtypje ose ke thonë wow, atë edhe çto e posh? Është interesant se në fillimet e mia, do me thonë, ka pas shumë gjona interesante që kom po. Gjithçka të duk interesant. Po. Sidomos aty ta tregoj një histori na qeshin shumë bakshesh edhe tash
Nuk e disha, thësha, unë nuk e disha sa bojnë ato paret. Okej. Vishin edhe fëmija që qinë pare, dasmën e parë në Maqedoni që e kom pas, edhe thësha, pa, sa shumë pare mërë pas kanë këta dhe fëmijët po qesin paret letrës. Atë ishin kon ka 10 cent letrës, edhe ashtu na e moshëm një thes me pare e kena mush, kur e kena këqyr, kur ndajtëm ka 80 euro, diçka që shtu në ra për se cilin, u kon shumë me kesh, kështu se edhe babi në atë kohë vike me mundos, më thë ka po shkojmë për blejmë një kesh tash. Edhe kur i po ma ashtu në fund që janë pak se ato paret ishin ndryshe prej neve, po tash është interesant se në çdo dasëm që shkoj nuk ka dallim prej Kosovës. Vetëm çka më duket halo ma mirë që janë të organizu. Është një farë, do më thënë nusja është shumë moderne, dhëndri, familja, atmosfera është në kulm, do më thënë nuk di ma mirë, nuk ka dallim prej Kosovës. Ma herët ka pas, ndoshta kur janë nda burra dhe gratë, ka pas ndasi, po në qëtë periudhë që që kam dasma edhe për vitet tjera të rezervune, nuk ka dallim. Nuk vren dallim. Jo. Ti përna në pjesën e bakshishit, vetë tregove. Jo më ka du me të pyet, nashta që kësto kohën në bakshishi ma i vogël, po cili nashta kohën bakshishi ma i vogël që e ki marrë në herë, ose edhe bakshishi ma i madh që e ki marrë në herë. Bakshish ma të vogël ka pas që s'kena marrë heq, zero. Do më thonë, ka pas, nuk kana gjegjë, ka pas dasëm që hiç s'kena marrë bakshish. Po mas shumë ti nuk di sa më thë, nuk është që marrëm shumë bakshishe, na është edhe që jena orkestër shumë e madhe, edhe kur ndahen, nuk është që na mesin shumë, po më tregu drejtën Arianit nuk bazonën bakshish, kom tregu dhe ma herët, unë mënuna çmimin me marrë atë sa menoj që është në përputhje me krejt na që ka mujna me ofru si orkestër, jemi 8 antarë shkujmë, kështu që menoj që nëse unë kisha dasht me këqyr anën e bakshishit, unë kisha shku vete treta, që shkujnë shumica, edhe kishëm da bakshishit, kisha marrë bakshishe ma shumë. A kishë shku ndashtë me naj kolegë, shtu me knu bashkë, ose atë ka ra me shku me kolegë, me shku në përdarshtë, me knu bashkë? Po, më ka ndodhë që dikush ka dash me marrë dafinën me orkestër, se unë pa orkestër nuk shkoj kështu ndasma, performoj veç me orkestrën temë, po ka dasht zoti dasmës me pas për shembull edhe Bekim Kumanovën, ai ka ardhur ka kënu me orkestrën tonë. Kemi bashkëpunime të tilla, po në përgjithësi e kam unë vetë që e moj dasmën me grupin ta. Tashma veç e ke cekë dhe ke tregu dhe vetja pa fsharin që me burrin jeni ton kohën ashtu të bashkë. A ju ka bu bashkë muzika? A çka ju buni bashkë vëdëve? Jo, muzika, ai s'ka lidhje heq me muzikë, do më thonë heq. Kështu merr vesh, po nuk është në botë muzikës. Na ka bashku dashnia. Shumë ma mirë. Po, nuk është që jena njoft për mes muzikës, jena njoft kështu vetë, jeta na ka bashku, na u kanë bashku interesat, mendimet, edhe... Sa është fat me pas burrë menaxher? Ai është menaxher prizorit. Jo që ka dasht. Ai është shumë mbështetës, ekstremisht kam domethënë mbështetjen më të madhe, jo vetëm muzikë, por në jetë, në përgjithësi. Është shumë i qetëson, është shumë i kontrolluar, i merr senet shumë me sportivitet, edhe shumë është mbështetje e madhe përka ona e gjithë procesit të jetës komplet. Është fat, është mirë që edhe unë edhe kur e kom gjetë jam konë shumë e re, po më ka ndihmu shumë më zhvillu edhe si këngëtare, edhe fakultetin e kom vazhdu, unë për ndryshe jam psikologe klinike me master. Nuk është që kum punu shumë me profesion, sepse koha me muzikë edhe me këto tjerat nuk më kalon shumë më angazhu, po do më thënë është, unë jam zhvillu shumë, si ka ona profesionale, si ka jeta profesionale, artistike, krejt. Do më thonë, kur ta ki personin e duhur, nuk të ndalë kur gjo me mri. Tive që ke tregu me një farforme që rrjetet sociale janë tuat edhe janë për me u publiku veç ka ona profesionale nëse veç janë hapë për që ata. Sa do këtë që nështë ta jenë ato e të pru pak, të ekspozu vetën edhe ma ndej njerë që po influencohen prej neve,
Po është pak sa ashtu një farite luksoze dhe duhet me patjetër me paraqit burrin, me patjetër me paraqit fëmijën, me njerëz si të lindin, me qitë në rrjetet sociale. Unë kam thënë edhe më herët, nuk e gjykoj kërkan se secili e zgjedh formën qysh don me publiku jetën ose punën. Unë realisht rrjetet sociale i kam vetëm për ka ona artistike me tregu njerëzit me pa më kanë më afër meje me projekte. Përndryshe për një janë do momente shumë të mira në jetë, për shembull me familje që të mesin aty në telefon edhe që ki qef këtë buta mi pa, mi ndodh se ty të pëlqejnë shumë. Po thjesht menoj që nuk është e duhur për mu me qitë që aty në rrjetet sociale. Nuk është që nuk qes heq. E qes për shembull një fotografi me djalë ose me bashkëshortin ose me familje, po nuk është qaj tema kryesore në rrjetet sociale. Munona sa ma pak, pothuajse heq, mos me postu, vetëm për arsye që menoj që varësisht profilit, qasi edhe qasi teme duhet me postu. Kështu që po besoj kam me të kuptu krejt, edhe ty një është marrë që ashtu vepron. Po, nuk është em shefi, nuk është që kam diçka kundër, thjesht unë e kam zgjedhë që të rrugë, do më thonë qështu me vazhdu. A ka pas raste që i taku me na ikon, ose këshku me kënu dikon edhe se kanë ditë që i e martume? Të thonë jo se s'kena po në Facebook ose në Instagram? Ja po, ka shumë raste që habitën ose për shembull nuk e din këtë pjesën, po nuk është, po më nëjë pak rëndësi ka diqysha jam me martuna, ajo në botë, s'po di që me thonë, nëse unë e kry punën tem, jam të shku për me punu, për shembull, për muzikë, dhe mënoj që qa ka rëndësia dhe në ata me ma ditë djali sa vjetë mi ka, ose sa fmi kam, ose diçka tjetër. E përmenëm kanagjegjët, ashtu kalim të njerë darsmat, njerë i lam kanagjegjët, ashtu po këthejmë apeta kanagjegjët, e sot bjanë më konë pjesë e kanagjegjëve, nashta je fokusu me pak ma shumë vishka darsmat, se diqyshën kanagjegjët ndo këtë shumë azër ju vjen edhe juve me kënu. Është ma e dhimshme, është ma emocionuse kështu si aheng, do më thënë nuk është si dasma. Unë përgjithësi dasmat i zonë shumë mati. Tash kam të regu edhe më herët në 2027 veç gati është përfundu sezona, ka fillu më rezervu 2028. Oho, mashallah i kohë. Po shumë. A që ka herët pinzojnë rajnë për më martua që Po shqiptarët e Maqedonisë shumë herët për ndryshe i rezervojnë datat, i caktojnë datat e martesa. Dhe më thosë pas këtë datat lira dhe në vitin 2028. Kushdo që e kom planë më martu, le të shtyjë. 2027 shumica datave janë rezervu, shaka në met janë do data pak si ma largë. Po, do më thënë përgjithësi dasmat i rezervojnë shumë ma herët, kështu që për kanagjegjë shumë metë shumë ko. Po më intereson me ditë, sa është emocion edhe për juve, kur e këna një qikë që buhet nuse? është shumë emocion. Në fillimet e mija, do më thënë, e kom bashkë ndje atë qajtë në bashkë me nusën, për shembull, se e paramenojsh adhe unë një ditë që kam martu, edhe jo nana, jo motra, janë shumë tekstet e rana, janë definitivisht menoj që shumë janë të rana, edhe emocionalisht prekin shumë, me bo me hi me mendu, të prekin shumë. Kështu që ka pas raste edhe që tu ka dryesani, ka pas raste edhe që ke qajtë. Si që është një rast që të ka ndullu me një kanagjegjë, në ashtë atë tona herët të bjenë men, ashtu? Ka plot. Qysh jo 15 vjetë me kënu, dhe mos me ndodhë kur gjo është e pa imaginushme. Po, ka shumë raste, po ka edhe qesharake, ka edhe dëmshme. Ka pas raste që për shembull nona ja ka shkruar një letër vajzës edhe ka kërku prej meje me ja lexu. Tash unë përballë nusën, afër nanën, të dyja tu kajt, unë të lexu letrën me ato vargje shumë dëmshme. Besoj që mu ka dukë që 3 orë jam të lexu, se jo që ka përfundu shumë shpejt, u ka në shkurt, po kur të vje puna diçka që është e dhemshme edhe nuk kalon koha, do më thonë duket shumë. A kishe pas në i kongë të qoftë kanagjegjët, qoftë edhe darsmave që kishe thonë të hjekum që to mos të kënojna heq se s'po njihë mirë kur po kënohet? Ka shumë raste që më thojnë për shembull, çka ka kongë që janë vajtuse, mos i këna. Për shembull lulja për rajës ndahet, vajza për nanës po ndahet. Do më thonë, është edhe melodia është shumë e dhemshme, edhe teksti është i dhemshëm, edhe më thojnë shka janë këto si ma shumë që vajtojnë, a banë më smiknu se
s'po dojna shumë me u mërzit. Kështu që asë nësë po shtina me kënuna një që shtin me kajt ty ose mu se helbet këta këto që janë, po pe kënuna një apro që e lypin mas shumë të në për kana gjegjë. Në kana gjegjë? Po, ose ndarës, në cilën dush, qatë. Të dy atë përgëzime janë, kështu që cilën të njëjtë është. Okej, po e kënoj një kongë që lidhet ma shumë e dasma që i kam në Macedonin e Veriut, dhe më thonë paka shumë që ato pe kënoj. Manga dal moje uskanës, ajnë gjan djelit, ajnë gjan hanës, ajnë gjan mohlës në degë, a qërshis në rem tu i pjekë, bukurin ja ke martanës, o moje mira e uskanës. A për rëndi sonë të qëtojve që këna mas edhe e kena gati me kry. Me qef. Kështu që na e natë kur kena që si mledhia që na vind dikush me kënu, a përëson ta fina ma? Ja, heq. Dhe që se djallin gjëmë edhe vjen direkte të na. Me qef. Kështu që faleminderit shumë. Projektin e fundit ma vetë se e ke lancu, në ashtas po pësni që është i fundit për qëtë verë, po i fundit me sa e kena pa, kështu që apë na tregon pak ma shumë për ati projekti. Po, është një projekt veror që e kemi realizu tash fundme, është një kongë që mu më ka pëlqy tepër shumë, edhe është shumë e këjshme për veshin. E kena bo një projekt, është realizu në Shëngjin, të rrahedhur, kom pas qef me bo sa ma verore që është e mundshme, edhe se di ku marrë komente shumë të mira për ato. Mas marrë për du me pytë qysh ke kalu që atje të gjiru, se di qysh jenë dëse ku e jenë ca do momente gjatë qëtyre pjesëve të gjirimeve që kërkush nuk ishe, i përjeton veç të vetë. Përbes jam knaq. Jam knaq se nuk është që e kena kompliku shumë si klip, po më kish pas marrë malli me shku në deti, me pa pesazhi shumë i bukur edhe klima kon shumë e mirë, taman për me gjiru. Kështu që po besoj nuk priton me kënu për fund. Jo, absolutisht. Edhe po të përshëndes. Faleminderit. Am don hala po du me dit, se unë për ty asa jam mërzit. Am don hala apo m'ke harru, a je i njëti apo ke ndryshu. Am don hala po du me dit, se unë për ty asa jam mërzit. Am don hala, a moj me t'besu, a je njëti apo ke ndryshu. Shumë të kisha vetë pa e kry, shka thët burri për shtë tekste? Të thonë kabrët që i ku për inspirohesh. Ati i pëlqenë mas shumë ti, do më thonë i zgjedhëm bashk, na nuk i shkrujna, na shkojna në studio, na i propozojnë edhe i zgjedhëm bashk. Kështu që shka menojmë që neve për na pëlqejnë kështu si kongë, i realizojna. Edhe kështu që dalin super në fund. Po, kur gjo personale nuk ka. Kështu që kur gjo nuk pas ka, mirë ka veç tekste që veç ju zgjadni që ashtu me kënu. Unë e për fund, faleminderit shumë që je konë pjesë e podcastit të Pato Bo edhe ke nda kohën për neve, e na miru takofshim. Faleminderit shumë, knacike, kum kalur te për mirë. E promisht të gazetës demos e të podcastit të Pato Bo, ka që keshim, jo veç për sonte, po deri në sezonin ardhshëm. E më me shfrytëzu rastin, mi ju falenderu gjithë të cilin për juve, që na keni përcjell në çdo emision, në çdo epizod, në çdo reels që ka dalë të Pato Bos. Kështu që, nuk po e përmbyllim për mos më po asnjëherë, po miru ta kofshim në sezonin ardhshëm. Tong tong. Tupo.